Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Numri i divorceve është rritur përgjatë kësaj periudhe, ku numri më të lartë e mban zona e jugut të Shqipërisë, ndërsa më pak zona e veriut. Traditat, niveli ekonomik dhe urbanizimi kanë copëzuar hartën e divorceve në bashkitë e vendit. Të dhënat nga censi 2023 mbi gjendjen civile kanë zbuluar kontraste të forta nga finiqi, me rreth 26 divorce për çdo 1000 banor, deri në Has që mezi bëhen 3 divorce për 1000 banor. Mesatarja kombëtare rezultoi 11 deri në 12 divorce për 1000 banor, teksa 28 bashki rezultuan mbi këtë mesatare. Të dhënat tregojnë se bashkitë e Finiqit, Sarandës, Delvinës, Korçës dhe Dropullit kanë shkallën më të lartë të divorcit për banor. Divorcet e larta në këto bashki lidhen me flukset e larta migratore dhe paqëndrueshmërinë që krijojnë flukset sezonale të turizmit. Në këto bashki rezultuan 22 deri 25 divorce për 1000 banor, në kohë kur u zhvillua anketa. Emigracioni i vjetër, ku familjet kanë shumë vite të ndara, ka rritur probabilitetin e divorcit. Nga ana tjetër të grafikut, bashkia e Hasit ka numrin më të ulët me vetëm 2.9 divorce për 1000 banor, ndjekur nga bashkia e Postecit me 4.3 dhe Klosi me 5.3 divorce për 1000 banor. Kultura tradicionale familjare shpjegon divorcet e ulta kryesisht në bashkinë e veriut. Divorci ka pasoja të shumta sociale dhe ekonomike, ndërprerja e ardhurave të përbashkëta, ku zakonisht i vë gratë në vështirësi ekonomike dhe detyrohen që më së shumti të jenë këto që ndërmarrin aktin për të divorcuar. Anketa të tjera kanë treguar se fëmijët me prindër të divorcuar kanë arritje të ulta mësimore, përqendrim të ulët dhe rrezik më të lartë për sjellje të rrezikshme në adoleshencë. Festivali Gjiro Klasika rikthehet në qytetin e Gurt me artist shqiptar, Gjirokastrit, por edhe nga Kosova në edicionin e tij të 5. Festivali Gjiro Klasika rikthehet në qytetin e Gurt me artist shqiptar, Gjirokastrit nga Kosova në edicionin e tij të 5. Ylli Haleti është pianist nga Kosova, i cili vjen të performojë në skenën e ngritur në Kalane Argjiros pjesë të ndryshme muzikore në piano. Edhe për pianiste Moza Çabeli, nata e parë e festivalit ishte emocionuese, ndërsa në netët në vijim festivali do të zhvendoset tek shtëpitë karakteristike. Ndërkaq për organizatoren Kristina Laço, festivali këtë vit ka në fokus artistë të rinj nga e gjithë Shqipëria, por edhe nga Kosova. Gjiro Klasika risolli në vëmendje të ardhashësve dhe tingujt e muzikantëve të njohur botërisht, duke i dhënë një atmosferë tjetër kalasë Argjiros në këtë kohë kur vizitohet edhe nga qindra turistë. Unë jam Ylli Haleti, jam 18 vjeçar, vi nga Mitrovica në Kosovë. Jam pianist, merrem me piano për rreth 2-13 vite, nuk më kujtohet saktë. Muzikën e kam fillu kur kam qenë 4 vjeç, fillim kam shku te profesorisha Liria Lili Koshi në Mitrovic, më pas jam regjistruar edhe në shkollën fillore Tifta Tashko të Mitrovicës, ku e kam pas profesorishë së bashku me profesorishën Lirie, profesorishën India Brashi. Kam vazhdu deri në klasën e 9, edhe më pas jam shpërngull në Prishtinë për të vazhdu studimet në shkollën e mesme të muzikës Prenk Jakova. Aty e kam profesorish Arta Gërdovcin, po në privat shkoj te profesorisha Indira Qipa. Gjatë këtyre vite u kam marrë pjesë në për shumë recitale, gara nacionale dhe internacionale. Recitale kam pas në Mitrovic. Është hera e parë që performoj në Gjirokastër, por kam qenë më parë si turist. Kurse në Shqipëri kam konkuru më parë në garën Epta, mos gabofsha 2 herë. Në kuadër të kompeticioneve kam marrë pjesë në kompeticione nacionale dhe internacionale, në mesin e tyre kam qenë në Itali, kam qenë në Shqipëri, në Kosovë e të tjera. Gjithashtu sot jam ndier shumë mirë në skenën e festivalit, salla ishte shumë e bukur tek kaleja e Gjirokastrës. Gjithashtu pianoja ka qenë gjendje shumë të mirë, është qenë akordu me pak para performancës, gjë që është shumë ndihmëse e madhe për performuesin. Publiku ka qenë fantastik edhe ndjenjat janë papërshkrueshme. Atëherë sot ishte nata e parë e edicionit të 5 të festivalit Gjiro Klasika. Ishte një mbrëmje shumë e bukur, me spektator, me të ftuar, me fëmijë, konkurrent. Ishte një mbrëmje fantastike. Do të ketë në vazhdimsi të tilla mbrëmje, do të ketë 5 aktivitete shumë të bukura.
Në datën 24 do t'jetë një koncert shumë i bukur në për qytetin e Gjirokastrës, në shtëpit muze të Gjirokastrës, të Kadare, të Muzeu Etnografik, të ndoshtat e Skëndulatët, të Mesi Pazarit. Do t'jetë një atmosferë shumë e bukur në Gjirokastër me një koncert shëtitës. Edicioni 5 i Festivalit Gjiroklasika është edicioni që i kushtohet të rinjve. Çfarë do të thotë të rinjve? I kushtohet të rinjve të cilët kanë një histori suksesi, janë artistët e rinj sot për sot të skenës shqiptare, por dhe jashtë saj. Kështu në vijim, sot kishim pianistin kosovar, Hyll Haliti, në datat 23, 24, 25 dhe 31 do të jenë 4 koncerte mjaft të rëndësishme, pianisti Ivo Gjika, në 24 Laura Lozi dhe Eni Barbullushi, një duo fantastike, dhe në datën 31 maj është një koncert do të thoja shumë i këndshëm. Kemi korin Okarina që vjen nga Prishtina. Po kalojnë gati 2 vite nga zhvillimi i censit 2023 dhe vendi ende nuk ka popullsinë zyrtare vjetore, por të dhënat të tërthorta si lindje dhe emigracione tregojnë se profili demografik i vendit po përkeqësohet. Në 3 mujorin e parë të këtij viti, në të gjithë vendin lindën 4662 foshnja, me rënje 14% në krahasim me të njëjtin periudhë të vitit 2023. Nga 3 mujori i parë 2021 në 2025, lindjet në të gjithë vendin ka shënuar rënje me 26%. Ritmet e rënies së lindjeve në shkallë vendi janë përshpejtuar pas pandemisë, duke marrë në krahasim vetëm të dhënat për 3 mujorin e parë, vëret numri i foshnjave në 3 mujorin e parë 2019 ishte 15%, më i ulët se në të njëjtën periudhë të vitit 2011. Në zonat e veriut lindjet po bien me shpejtësi, duke u bërë akoma edhe më të rralla. Kuksi dhe Dibra janë territore të varfra që u përballen jo vetëm me valën e lartë të emigrimit, por pasojë edhe me lindje në këto zona që bien në mbi 1/5 brenda një viti, ka raportuar Instat. Rënje të fortë kanë posuar lindjet edhe në kryeqytet, në Tiranë, kjo për shkak të një fluksi të fuqishëm migrimit të brendshëm, por kostoja e lartë të jetesës, çmimet e banesave, trendet më pak për fëmijë e kanë ulur fertilitetin. Tirana është i vetmi qark që ka kontrast dhe po përjeton rënje të fortë të lindjeve. Qarqet bregdetare dhe jugore kanë rënje akoma edhe më të butë të lindjeve, përfshirë këtu Vlorën, Gjirokastrën dhe Beratin që shënojnë ulje njëshifrore, pasi kishin përjetuar rënje të forta vitet e mëparshme dhe prej vitesh kanë popullsi të plakur. E vetmja politikë pro lindje që njihet është ai bonusi i bebeve 40.000 lekë për fëmijën e parë dhe 80 për të dytin, 120.000 për të tretin, duke se është një vlerë simbolike krahasuar me koston reale të rritjes së një fëmije. Në shumicën e rasteve, kostot e banesave të arsimit privat dhe pasiguria e tregut të punës pengojnë çiftet e reja të sjellin në jetë fëmijë. Kancelari gjerman Friedrich Merz i bëri thirrje Izraelit të lejojë ndihmën humanitare në Gaza pas paralajmërimeve të OKB-s për një zi bukre që po afrohen në enklavën palestineze të shkatëruar nga lufta. Jemi të shqetësuar për situatën në rripin e Gazës dhe gjithashtu për intensifikimin e operacioneve ushtarake të ushtrisë izraelite. Ne po kërkojmë mbi të gjitha që ndihma humanitare të arrijë më në fund në rripin e Gazës pa vonesë. Merz tha se autoritetet izraelite duhet të lejojnë shpërndarjen e ndihmës humanitare gjithëpërfshirëse dhe vërtet të qëndrueshme në rripin e Gazës për të lehtësuar vuajtjet e civilëve palestinez. Pyetur në lidhje me vrasjen e 2 anëtarëve të stafit të ambasadës izraelite në Washington, Merz tha se ata ishin në dieni të raporteve se një viktimë mund të ketë patur shtetësi të dyfish dhe shtetësi gjermane. Kryeministra italiane Giorgia Meloni, duke i përgjigjur një pyetje përkatëse nga Shtëpi Italian, ju referua pak më parë përpjekjeve që po bëhen aktualisht me qëllim zhvillimin e bisedimeve të paqes midis Rusisë dhe Ukrainës. Këto ditë ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me njësër udhëheqësish, si në Europë ashtu dhe në Shtetet e Bashkuara, kanë folur dhe me presidentin Trump dhe po punojnë për të filluar një raund të ri negociatash. E konsideroi veçanërisht të vlefshme që Vatikani ka treguar se janë të gatshëm të presi bisedimet.
Duhet të verifikohet gatishmëria konsiderueshme e palëve të përfshira si dhe mundësia e zbatimit realist. Aktualisht po punojnë me shumë udhëheqës europian dhe Shtetet e Bashkuara për të arritur sa më shpejt të jetë e mundur bisedime që do të fillojnë në një nivel teknik dhe gradualisht të arrijnë në nivel politik, për të cilën konsiderohet vlefshmëria e Vatikanit për të pritur këto takime që të japë një garanci sigurie për vendet si Ukraina, por gjithashtu edhe për të ndëshkuar të gjithë fajtorët, ka thënë ajo. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmësh, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.